nesër kështunë, këtu do hynë simpatizantët e Partisë Socialiste, që Edi Rama, ju ka dhënë një kusht, dua vetëm gra. Ja, shkoj pallatin këtu, ja. Këtu, në kjo derë, do hynë nesër vetëm gra. Edi Rama do vetëm gra, se e di si kur eshte, kuptono, harem. Turpi Zotit për socialistët e ndershëm e kam. Për socialistët e ndershëm e kam 30 vite që e ndikin Parti Socialiste, për Zotin. Mos pranoni vetëm të verë gruaja juaj në mitingun e Parti Socialiste nesër. Për Zotin e madh, nuk e them se jam idiot, po është turp sepse ju ofendon juve, thonë burrat janë qyrekër. E kupton? Përveç saj, ne jemi njerëz, kështu që të gjithë mendoj unë, të gjithë ju burra që keni karakter, mos i lini gratë vetë. Hajdeni me grua nesër. Le sot ajo do ta mbush vetëm me gra. Ajo e ka talljen të pafundme për Zotin e madh. Është turp i madh kjo që bën. E bëri di në Dibër, ofendovi burrat e Dibrës, do vi nesër në Korçë këtu, të ofendoj burrat e Korçës. Është turp i madh për Zotin e madh. Kush është edhe grua me karakter e merr burin me vete nesër. Edhe ta hapë derën këtu, kam 30 vite që e ndik Partinë Socialiste. Se unë e di që ka socialistë ndershëm, ta rilinda si janë Allahu na rojtë, po socialistë ndershëm nuk duhet ta pranojnë të gjë, që të rrenë gratë e tyre të ta mbushet me gra. Thonë, tallje bythe me bet besmi. Për Zotin e madh. E të mos harrojmë, të votojmë njëjtin që ta shpim në pesë atë të shpëtojmë.